Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi ditën e sotme me një lajm që në fakt mbrëmjen e djeshme na ka tronditur të gjithëve. U gjet pa shenja jete në shtëpinë e tij këngëtari i nderuar nga Kosova, Shemi i Ilirëve. Ditën e sotme, policia e Kosovës ka bërë të ditura detajet të rastit tragjik. Por mbi të gjitha, ne kemi përgatitur dhe një tekst për të sillur pranë jush se kush ishte Shemi dhe cilat ishin veprat e njohura të tij. Policia e Kosovës ka bërë të ditur detajet zyrtare lidhur me vdekjen e këngëtarit të njohur Shamsi Krasniqi, i njohur për publikun e gjerë si Shemi, vokalisti legjendar i grupit kult Ilirët. Sipas raportit 24 orësh të policisë së Kosovës, ai është gjetur pa shenja jete në banesën e tij në Prishtinë, pasi gjendja e tij shëndetësore ishte përkeqësuar ndjeshëm. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, njësitë policore dhe ekipet emergjente mjekësore janë nisur drejt vendit të ngjarjes, ku pas verifikimeve të nevojshme, mjekët kanë konstatuar edhe vdekjen. Me vendim të prokurorit të shtetit, trupi i pajet është dërguar për autopsionin në Institutin e Mjekësisë Ligjore, në mënyrë që të sqarohen të gjitha rrethanat e ndarjes së tij nga jeta. Lajmin për vdekjen e Shamsi Krasniqit e përhapën me shpejtësi të madhe dhe është pritur me dhimbje të thellë nga publiku, artistët, bashkëpunëtorët e tij dhe dashamirët e muzikës shqiptare. Për shumë njerëz, ky lajm nuk ishte thjesht humbja e një këngëtari, por largimi i një zëri që kishte shoqëruar jetën e tyre për dekada të tëra. Zëri i Shemit ishte bërë pjesë e memorjes kolektive shqiptare, një zë që ngjall mall, krenari dhe ndjenjë përkatësie. Shamsi Krasniqi nuk ishte vetëm interpretues, ai ishte bardhës i një epoke, simbol i një kohe kur muzika shqiptare kishte mision, kur kënga ishte një mjet shprese dhe rezistence. Për publikun shqiptar, veçanërisht në vitet e vështira, këngët e tij nuk dëgjoheshin vetëm me vesh, por përjetoheshin me zemër. Ato bartnin dhimbjen e ndarjes, mallin për atë dheun, krenarin kombëtare dhe shpresën për ditët më të mira. Emri i Shemit lidhet ngushtë me këngën ikonike Xhamadani Via Via, një nga veprat më të njohura dhe më të dashura të muzikës shqiptare. Kjo këngë e interpretuar me ndjenjë të jashtëzakonshme nga zëri i tij, u shndrua ndër vite në himn jo zyrtar kombëtar, duke e kënduar nga breza të tërë shqiptarësh në dasma, manifestime kulturore, tubime patriotike dhe momente historike. Zëri i Shemit i dha kësaj këngë shpirt dhe e bëri të pavdekshme dhe nguliti thellë në ndërgjegjen kombëtare. Sot vokalisti i grupit Ilirët, një nga formacionet më të rëndësishme të muzikës rock shqiptare të viteve 80, Shemi la gjurmë të pashlyeshme në historinë e artit shqiptar. Ilirët nuk ishin thjesht një grup muzikor, ato ishin një zë i një brezi të tërë, një brez që kërkonte të shprehej, të dëgjohej dhe të ruante identitetin e vet në rrethana të vështira politike shoqërore. Në atë kohë muzika ishte edhe formë guximi dhe akt kulture, por dhe rezistencë shpirtërore. Këngës si Fjalët e Qiririt, Kënga e Naimit, Larg vendlindjes, por edhe shumë krijime të tjera të repertorit të Ilirëve u bën zë i mallit për atë dheun, i dhimbjes së mërgimit dhe i dashurisë për kombin. Interpretimi i Shemit i jep te këtyre këngëve një thellësi të rrallë emocionale, duke bërë që secila prej tyre të mbetej aktuale edhe sot, dekada pas publikimit. Shemi ishte artist që dinte të fliste me zë, por edhe me heshtje. Ai nuk kishte nevojë për teprime apo për spektakël artificial. Forca e tij ishte thjesht sinqeriteti, pastërtia e interpretimit dhe lidhja e drejt për drejt me publikun. Në skenë, ai ishte i vetë përmbajtur, por zëri i tij fliste më shumë se çdo gjest.
Pikërisht kjo e bëri atë të dashur dhe të respektuar nga të gjithë brezat. Aktiviteti i Shamsi Krasniqit nuk u kufizua vetëm në Kosovë, ai ishte i pranishëm edhe në diasporën shqiptare, ku përmes koncerteve dhe takimeve artistike arriti të mbajë gjallë lidhjen e mërgjimtarëve me gjuhën dhe kulturën shqiptare. Për shumë shqiptarë që jetonin larg vendlindjes, këngët e Shemit ishin ngushëllim, ishin forcë dhe kujtim i rënjeve të tyre. Me ndarjen nga jeta të Shamsi Krasniqit, skena muzikore shqiptare humbi jo vetëm një këngëtar, por një institucion artistik. Një zë që përfaqësonte dinjitet, histori dhe identitet. Megjithatë, trashëgimia e tij artistike mbetet e gjallë dhe e fuqishme. Këngët e tij vazhdojnë që të dëgjohen, të këndohen dhe të përcillen nga brezi në brez, duke dëshmuar se arti i vërtet nuk njeh vdekjen. Shamsi Krasniqi do të mbetet gjithmonë në kujtesën e popullit shqiptar si zëri i lirëve, zëri i Xhamadanit, zëri i shpirtit shqiptar. Largimi i tij nuk është një humbje e madhe, por jeta dhe vepra e tij janë dëshmi se disa njerëz nuk largohen kur plotësisht. Ata jetojnë përmes këngëve, emocioneve dhe kujtimeve që kanë lënë pas. I përjetshëm qoftë kujtimi i Shamsi Krasniqit, Shemit.